Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se u gjejmë nga Doqeni. Emisionin e fundit për këtë vit sy me sy po realizojmë nga zyra e presidentit Rugova. Zoti president, mirë mbrëma dhe mirë se u gjejmë. Mirë mbrëma, mirë se vini. Ju falenderoj për kujdesin e për që vazhdimisht keni gjetur kohë dhe keni pasur dëshirë të bisedoni me mua pra këtu në rezidencën time që kam edhe zyrë pra. Ju faleminderit dhe mirë se erdhët. Këtë intervistë fund vitit e cila tashmë është bërë tradicionale në radio televizionin Instani, kisha dashur që ta fillojmë me vlefshmërinë tuaj për zgjedhjen. Nga rezultatet apo pjesa më e madhe e progresit gjatë këtij viti që po lëm pas, ishin zgjedhjet e mira, të mbara dhe u vlerësuan pozitivisht, edhe ne i vlerësojmë, por u vlerësuan edhe nga Bashkia Ndërkombëtare dhe mund të them se ishte një sukses dhe u tregua unë dëshiroj shumë ta përdor pjekuri politike, por një kulturë e madhe politike dhe shtetërore qytetarëve të Kosovës, pra edhe me votime, edhe po ashtu edhe institucionet e Kosovës i zgjodhen në mënyrë dhe në procedurë demokratike edhe për një kohë të shkurt apo shumë shpejt që është një hap pozitiv dhe u vlerësuan pozitivisht nga miqtanë dhe nga Bashkia Ndërkombëtare. Zoti president, çfarë tregon fakti se serbët i bojkotuan këto zgjedhje? Po të thonë shkurt, s'dëshiroj të jemi i ashpër, por ata kanë humbur në këtë plan, sepse po të kishin marrë pjesë në zgjedhje, ata do të kishin më shumë deputet në Kuvendin e Kosovës. Ju e dini, në mandatin e kaluar kanë pasur më shumë deputet, kanë qenë grupi i tretë politik, ndërsa tash janë me vendet e rezervuara, janë 10 vende që i kanë, 10 i kanë minoritetet apo grupet e tjera etnike, i kanë tash me shtimin e ministrive 2 ministri dhe një zavendës ministër, do të thotë se ne si shtet, si shoqëri nuk i kemi lënë jashtë, nuk i kemi injoruar dhe shpresojmë se do të inkuadrohen në këtë proces. Fakti i bojkotimit të zgjedhjeve nga serbët, ai shton, ai forcon edhe më tutje strukturat paralele të cilat vazhdojnë të veprojnë në Kosovë. Po shikoni ato struktura gradualisht ne po i inkorporojmë, si të themi, po i fusim brenda sistemit tonë. Për shembull, çështjet e ndryshme me vendbanimet e tyre ku janë, na ju kemi siguruar nga buxheti i Kosovës buxhet special, pastaj ju kemi për shkolla, për ambulance e tjera, dhe natyrisht kjo don një kohë që gradualisht i inkuadrojmë në sistemin tonë. Dhe tash ka mendime se ato struktura, por ne nuk e kemi vullnetin të zbëjmë me forcë, por gradualisht me një administrative dhe demokratike. Për shembull të çështja Mitrovicës, edhe atje ka një relaks, një përparim më të vogël, por në të ardhmen do të ketë progres më shumë. Në bazë të rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve, shumë kush në Kosovë, mirë po edhe ndërkombëtarët pritën që do të vazhdojë të qeveriset Kosova me formulën e njëjtë ashtu siç ka qenë. Megjithatë ndodhi që u formua pozita dhe opozita. Pse zgjodhet që të hynin në koalicion me Aleancën për ardhmërinë e Kosovës jo me Partinë Demokratike? Shikoni, ne gjatë fushatës, po flas për LDK-n, si parti, kishim atë moton tonë që do të kemi opozitë dhe pozita po qeveri, qoftë nëse fitojmë shumicën absolute, ne nuk e fituam atë, sepse e dini sistemi është shumë i komplikuar për të gjithë. Prandaj vendosëm që të bëjmë me Aleancën, me PSHDK-n dhe me grupe tjera, që të kemi një qeveri më efikase, të jetë një koalicion më efikas, edhe të ndrojmë mënyrën e udhëheqjes së Kosovës. Kjo është pozitive dhe nuk do ta marrim si diçka të keqe, si një armiqësi tash, sepse duhet opozita të ekzistojë, të jetë një korrektues, një kritikues që është normale, edhe ata të tjerë që do të punojnë më shumë dhe më mirë. Si do të përshkruanit relacionet aktuale midis pozitës dhe opozitës? Po tash është shumë shkurt, tash për tash janë të mira. Tash për tash janë të mira, u pa edhe në mbledhjen e fundit të Kuvendit të Kosovës,
gjërat shkojnë ma mirë. Natyrisht, opozita ka rolin detyrën e vet dhe ne duhet ta pranojmë atë. Dhe ndërsa se institucionet, qeveria, presidenti e të tjerë do të bëjmë përpjekje dhe që të kemi marrëdhënie të mira rreth çështjeve të rëndësishme me interes nacional, siç është pavarësia e Kosovës, na kemi edhe tash konsenzus apo kemi mendimet të njëjta, sepse respektojmë referendumin e vitit 91, pastaj në çështje të ndryshme kruciale të zhvillimit të ndërmjet, ne do të bisedojmë, do të marrim edhe mendimin e tyre, ndërsa në parlament do të debatohen këto gjëra, ku janë të gjitha grupet politike dhe deputetët e gjitha partive. Zoti President, ftesa e kryeministrit Haradinaj për intervistë nga Tribunali i Hagës ka shkaktuar themashtu reagimet të bashkësisë ndërkombëtare. Si do t'ju përgjigjet ju këtyre reagimeve? Po, shikoni, ato ishin më shumë disa pikpamje e tjera, ndoshta një droj mund të them më shumë se sa, sepse siç e dini, institucionet e Kosovës kanë deklaruar dhe janë vendosur të bashkëpunojnë me gjykatën e Hagës. Parlamenti, Kuvendi i Kosovës, vitin e kaluar kanë nxjerrur një rezolut, po ashtu edhe institucionet e tjera, ndërsa kjo ishte një intervistim, pra, kur gjë më shumë, dhe në pikpamje ligjore nuk ka pasur pengesa që kryeministri Haradinaj të zgjedhet kryeministër, sepse ai ka marrë pjesë si deputet, se na nuk kemi sistem të drejt për drejt të zgjedhjeve as për presidentin, as për deputetin. Prandaj atje thuhet në dispozitat kushtetutën e tashme që quhet kornizë, se nuk mund të marrin pjesë ata që janë akuzuar apo nuk janë përgjigjur ftesës për akuzë, dy ata që janë të dënuar, ndërsa zoti Haradinaj nuk e ka asnjërin prej këtyre. Prandaj është shumë legale dhe shumë demokratike që është zgjedhur kryeministri i Kosovës. Zoti President, kisha dashur që të kthehem tek çështja e minoriteteve e posaçërisht minoritetit serb. Serbët inkuadrimin e tyre në institucionet e Kosovës, themashtu e kushtëzojnë me lirinë e lëvizjes dhe me kthimin e të zhvendosurve. Këto dy çështje njëherët janë edhe pjesë e standardeve për Kosovën. A është vështirë që të realizohen këto dhe si do të realizohen? Ne do të bëjmë pjesën tonë të punës. Ne dëshirojmë dhe do të insistojmë, edhe ne, edhe unë miku, edhe bashkësia ndërkombëtare që serbët të marrin pjesë në institucione, në grupe të ndryshme punuese, thash i kanë 2 ministri në parlament, edhe është një parlament demokratik edhe institucione demokratike, por nëse ata nuk marrin pjesë, ne do të punojmë sipas normave ndërkombëtare, drejtat e tyre, t'i mbrojmë e tjera, dhe duhet të ecim përpara. Në këtë mënyrë do të fitojnë edhe ata. Se sa të merremi tash, ne kam thënë disa herë, ne nuk mund ta bllokojmë perspektivën e shumicës. Prandaj do të përfitojnë edhe ata. Derisa folëm për standardet, dëshiroj t'ju pyes se cilat standarde vlerësoni si janë prioritare? Po shikoni, të standardet, unë më shumë këtë e marr si çështje të vlerësimit, se sa ndonjë prag që na vënë standardet, edhe ato janë për integrimin e Bashkimin Evropian dhe NATO në strukturat euroatlantike. Prioritare janë stabiliteti politik, siguria, që kemi progres. 2 është mbrojtja e minoriteteve, grupeve etnike për cilën folëm. Pra të krijojmë të gjitha kushtet që ata të kenë identitetin e vet, por na kemi bërë edhe më shumë. Vendet rezervuara në parlament, në qeveri, që nuk i ka, po ndalem në Evropë, as një vend evropian. Po ashtu gjuha e tyre që është gjuhë zyrtare e tjera. Prandaj edhe çështja tjetër është reforma administrative, reforma e pushtetit lokal, në këtë rast, po gjithë sistemit tonë, që po e ndërtojmë dhe s'kemi nevojë shumë bëjmë reformat të mëdha, por një decentralizim apo reformë në bazë vertikale, pra që pushtetit jetë sa më afër qytetarëve dhe jo në vija etnike, sepse atë do të kishte problem kjo pjesë e Evropës e botës e jo vetëm Kosova. Prandaj, ky është qëndrimi ynë zyrtar edhe dokumenti që ka përgatitur qeveria dhe
punë mikë. Duke pasur parasysh kohën e kufizuar deri në vlerësimin e standardeve, i cili vlerësim është caktuar si bazë për fillimin e bisedimeve për statusin përfundimtar të Kosovës, a kanë ndryshuar prioritetet e institucioneve të Kosovës? Jo, këto janë pjesë e prioriteteve, mund të themi. Ndoshta ka një përshtypje se po i zaventsojmë çështjet e rëndësishme me këto, por edhe këto janë një pjesë e rëndësishme, pra standardet prioritare që kanë më shumë kuptim politik, pra mbrojtja minoriteteve që theksuam, edhe reformimi i pushtetit që është një çështje praktike, ndërsa mbeten objektivat e tjera që janë të rëndësishme për zhvillimin e Kosovës, zhvillimin ekonomik dhe demokratik të vendit, për cilat ne jemi të përcaktuar dhe duhet të shikojmë mundësinë dhe aftësitë. Në gjithsesi prioriteti kryesor është pavarësia, njohja e pavarësisë së Kosovës. Qysh në ditët e para është vërejtur një ndryshim në dinamikën e punës në qeverinë e Kosovës. Si e vlerëson ju punën e deri tashme dhe pse është qysh në ditët e para të punës, them ashtu? Vlerësoj si pozitive, spari ishte më rëndësi që transferi i pushtetit u bën në mënyrë, pra mbrana nesh tash po flasim jo të raport me UNMIK-un, u bën në mënyrë të rregullt edhe në mënyrë të qetë, pra edhe kjo është një kualitet se kosovarët respektojnë institucionet dhe dinë të punojnë në to. E dyta, kemi një freskinë e qeveri, po flas nga ana e LDK-s, po edhe nga ana e AK-s edhe të tjerë. Ministrat e tjerë kanë punuar dhe qeveria më pashme kanë vënë bazat, por tash kemi një grup të njerëzve të ri që janë njerëz që kanë qenë në rrjedhat politike, në rrjedhat e gjendjes në Kosovë dhe kanë një kulturë administrative që mund t'i ecin gjërat më shpejt. Këtu dëshiroj të ndalem tek bartja e kompetencave. Me kompetencat aktuale që kanë institucionet e Kosovës, a mendoni se do t'ja dalin që të fillojnë rrugën e mbarë në plotësimin e standardeve? Por ne na duhet më shumë kompetenca, pra edhe për vlerësimin e standardeve, unë prapë i them vlerësimin e standardeve, por edhe për çështjet e tjera, ju lutem. Edhe në këto çështje ne ndajmë të njëjtën përgjegjësi me UNMIK-un, edhe UNMIK-u duhet të involvohet këtu, patjetër. Zoti Petersen ka deklaruar disa herë se është i gatshëm që në mënyrë të vazhdueshme të bartë kompetencat, prandaj më intereson çfarë ndryshimesh mund të presim gjatë muajve të ardhshëm, cilat kompetenca mund të presim që të barten? Po do të bartet sparin në fushën e ekonomisë më shumë kompetenca, në fushat e tjera të sigurisë, këto në mënyrë graduale. Jo dini, KFOR-i është këtu dhe NATO për sigurinë e përgjithshme të Kosovës, që bëjnë një punë të shkëlqyeshme, ekselente, ndërsa policia e Kosovës po forcohet gjithnjë më shumë, duhet ta specializojmë dhe të ketë kompetenca më shumë. A mund të presim që në 3 muajt apo 6 muaj të ardhshëm qeveria të plotësohet edhe me 2-3 ministri të reja? Po unë shpresoj po dhe po punohet në këtë plan, pra mund të kem ministrinë e drejtësisë, pastaj të shikojmë të çështjet e sigurisë, natyrisht edhe një çështje që është vazhdimisht aktuale dhe çështja në punët e jashtme të Kosovës. Do t'i kthehemi them ashtu aktivitetit ndërkombëtar të Kosovës pak më vonë, ndërkohë dëshiroj të ndalem edhe tek disa çështje tjera. Këtyre ditëve kemi parë një shtim të bartjes së kompetencave në lëmin e ekonomisë. Më intereson se cilat janë objektivat e institucioneve të Kosovës për zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Se thuhet pa një zhvillim të mirëfillt ekonomik nuk ka shtet fort. Objektivat kryesore janë aktuale, praktike, pra të vazhdoj privatizimi me një intensitet më të shtuar, të mos ndërpritet. E dyta që kjo të jetë në kompetencë të qeverisë të institucioneve të Kosovës. Natyrisht UNMIK-u mund të ndihmojë. Për shembull AKM-ja duhet të hyjë në ombrelen apo në çadrën e qeverisë të institucioneve tona. Ekspertet e tjera do të punojnë. Pastaj çështja e ligjit të koncesioneve, shpresoj se së shpejti do ta nënshkruajë zoti Petersen, edhe ky ligj do të hap dyrë të reja për investime nga jashtë. Edhe çështjet e tjera në planin social, çështjet e reformave në arsim që po stabilizohet gjithnjë më shumë, jeta sociale e njerëzve që duhet shikojmë mundësitë, pastaj punësimi, një zhvillim më i madh ekonomik do të ketë një punësim më të madh, sidomos te brezit të ri, do të shikojmë edhe mundësinë e pensionimit atyre që ka kaluar fati dhe fondi
i pensioneve të jetë në kontrollin e institucioneve të Kosovës. Mi përmendë zoti president investitorët e huaj, është thënë disa herë se çështja e sigurisë dhe statusi i padefinuar politik i Kosovës është pengesa kryesore për mungesën e investimeve të huaja. Çfarë do të bëni që të ndryshojë ky trend? Po, kjo është kryesore dhe është çështja e pavarësisë. Ju lutem, me njohjen e pavarësisë, ne si qeveri, si institucione, do të kemi mundësi të garantojmë investimet. Tash për tash nuk ka kurfar garancionesh për investime. Unë miku nuk mund t'i bëj këto, në ndërkohë ne të shikojmë me unë mikun çka mund të bëjmë në këtë plan. Po, si që dini edhe ju keni vërejtur, kanë ardhur mjaft njerëz, kompani të ndryshme, janë interesuar për të investuar, por ata donë edhe garancione. Spaku që i thonë ekonomistët, kryegjeja e një investimi duhet edhe nëse spaguhet ajo bartet brez pas brezi, pra është logjika e shteteve, logjika e investimeve dhe logjika e kapitalit. Por duhet bëjmë diçka por me njohjen e pavarësisë. Kjo çështje do të rregullohej shumë më shpejt. Dhe natyrisht edhe atëherë të krijojmë një klimë të besimit edhe një klimë të mirëkuptimit me investitorët këtu në Kosovë. Çfarë nuk e bërë institucionet e Kosovës që të përfshihen në institucionet ndërkombëtare financiare dhe monetare? Po prap kjo lidhet me pavarësinë, sepse siç e dini deri tash na ka ndihmuar shumë, po flas në këtë rast për këto më të rëndësishme banka botërore që na ka ndihmuar, pastaj Banka Evropiane për Zhvillim, trustet e ndryshme që japin kredi. Dhe ata na thonë sot si miq me mirëkuptimin më të madh duhet jeni antar, për ndryshe ne s'mund të ndihmojmë. Tutje. Të kemi kredi, ne do t'i angazhonim njerëz, edhe njerëz do të japnin një llogari, do ta dinin pse po punojnë. Prandaj do të kishim një aktivitet shumë më të gjallë edhe të punësimit edhe zhvillimit të përgjithshëm të. Pra ka pengesa këto. Po ne momentalisht po bëjmë përpjekje të gjejmë mirë kuptim par formet kredive e tjera, por atje janë rregullat shumë strikte në këto çështje. Natyrisht kur të jemi antar, ne do të japim edhe një pjesë të kontributit ton atje, sikur gjitha vendet e tjera. Prandaj ky do të ishte edhe një obligim edhe shtetëror edhe i qytetarëve të Kosovës ndaj zhvillimit të vendit. Dëshiroj të kthehem përsëri tek standardet. Dialogu me Beogradin është Dialogu me Beogradin është njëri prej standardeve. A do të jetë vështirë të realizohet ky standard duke pasur parasysh deklarimet dhe qëndrimet e fundit të qeverisë së Serbisë? Po gjithmonë e kemi thënë, gjithë e dim. Po shumë i vështirë, sepse ata kanë pikpamjet e tjera, jo pikpamje, por kanë pretendime të ndryshme të ulta ndaj Kosovës, nuk e kuptojnë ende, nuk duan ta pranojnë. Atë që ka pranuar gjithë bota se mas intervenimit të NATO-s të ndihmës së miqve tanë, sot Kosova është e lirë, de facto e pavarur, ata nuk pranojnë asgjë, manipulojnë me serbët e Kosovës për fatkeq me një pjesë, me ekstremistët e ndryshëm. Ne provuam me dini, bisedojmë për disa çështje teknike, po edhe ato nuk ecën. Prandaj rruga më e mirë është një njohje drejt për drejt e pavarësisë së Kosovës nga Shtetet e Bashkuara, nga Unioni Evropian, dhe këtë do ta njihnin edhe fqin tanë, edhe fqini tjetër Beogradi, pra. Kjo është rruga më e mirë dhe më shëndetshme, më efikase. A mendoni se ekziston një disponim i tillë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Bashkimin Evropian? Mund të them se ka një mirë kuptim. Ka një mirë kuptim dhe është çështje hapash. Dorso rrugën që e përmenem, që po flasim tash, që po i quajmë standarde tjera, norma, apo sido që t'ju themi, unë i marr këto një kuptim më të gjerë, pra si norma për të inkuadruar në Bashkimin Evropian, për të integruar, dhe jo si pengesë. Prandaj duhet ta emancipojmë këtë koncept, edhe ne, edhe unë miku, edhe Bashkia Ndërkombëtare, që të mos krijojmë frikë të popullit dhe të qytetarëve, sepse atëherë do të kemi më vështirë të realizojmë. E përmendet edhe ju, zoti president, se serbët e Kosovës vazhdojnë edhe më tutje të shikojnë drejt Beogradit, madje nuk janë në gjendje të vendosin vetë të hyjnë institucionet e Kosovës pa ju dhënë leje Beogradi. Çfarë do të bëjnë institucionet e Kosovës që të them ashtu t'i bindin, nëse do ta përdori fjalën, që ata të inkorporohen institucionet dhe në realitetin e ri në Kosovë? Po prap të pavarësia është çështja.
pot njët Kosova, pavarësia Kosovës, Serbë do të vendosnin të integrohen, të jenë këtu, të integrohen më shumë në gjitha institucionet, pra në planin politik, ekonomik. Është normale, ata kanë, po flasë për Serbët e Kosovës, ngarkesat e së kaluarës, logjika gjërat nuk ndrohen për një ditë, por me akte politike, me fakte, mund të ndryshohen edhe për ata do të ishte pozitive njohja pavarësisë e Kosovës edhe do të kishte një perspektivë shumë më të madhe. Po ashtu edhe shumica shqiptare, pra do t'i pranonte ma lehtë. Ju lutem, ne kemi folur disa herë, shumica e popullit Kosovës ende frikohet për ta, me ne gjithë kemi kaluar luftën. Pasojat ende janë, por vërtet falë Zotit edhe popullit Kosovës është një popull mjaft i gjallë, dinamik, që arrin t'i kaloj situatat e randa. Prandaj kemi këtë zhvillim dhe këtë progres. Duke i pasur parasysh gjitha sfidat për balë cilave gjenden institucionet e Kosovës, a jeni optimist se mesi vitit 2005 do t'jetë pozitiv për Kosovën? Dhe do të fillojnë bisedimet për statusin përfundimtar? Unë jam optimist, por unë insistoj në këte. Po. Insistoj që sot apo nesër, sa ma shpejt njët pavarësia Kosovës, aq ma mirë. Do të qetësohej kjo pjesë e Europës e botës, edhe ndërsa këto parashikimet ndërkombëtare që janë që të fillohen bisedimet pas vlerësimit e tjera, unë shpresoj edhe ato do të rrjedhin mirë dhe do të kemi vlerësim pozitiv deri në ata fatës që ka përcaktuar bashkia ndërkombëtare. Por unë insistoj prapë që kjo punë të kryhet drejt për drejt dhe sa më shpejt. Dëshiroj që të kthehem disa muaj prapa, nga se dëshiroj vlerësimin tuaj për ndikimin e trazirave të Marsit. Me gjithë humbjet e mëdha në njerëz, me gjithë humbjet e shumta materiale, dëshiroj t'ju pyes se a ishin trazirat e Marsit pikrisht ato të cilat ndikuan apo e detyruan Organizatën e Kombeve të Bashkuara të ndryshojnë qasje ndaj Kosovës, ndaj institucioneve dhe ndaj problemeve në Kosovë? Po, ishte një keqe që na gjeti, tash po i pajtohem me ju t'i la manash ishin të randa, që s'mund lihen manash, sidomos humbja e njerëzve, dërsa çështjet materiale ne i kemi sanuar, por edhe shpirtërisht e politikisht janë sanuar shumë gjëra, por vërtet edhe ishin një sinjal se nuk mund të ecet më ashtu. Ju e dini gjatë mandatit tash po them të kaluar, ne kemi insistuar si institucione që të kemë më shumë kompetenca të zhbllokohet jeta në Kosovë, sidomos në planin ekonomik, edhe në çështjet e tjera, kishte një hezitim, po flas tash është e kaluar për fat në raportet me UNMIK-un, i kishim ato zbrastirat, dhe disa koncepte se tash institucione pa kompetenca mund t'jenë vetëm institucione morale, por ishte pozitive se ne i majtëm zgjedhjet, megjithatë u vu një bazë kapaciteteve administrative, të ministrive, të qeverisë, të presidencës, pra tash jemi në një avantazh, se nuk jemi në fillim. Këtu derisa flasim për trazirat e Marsit, kisha dashur mendimin apo vlerësimin tuaj. Jeni të njohur se mediat kanë qenë themashtu qendër e kritikave të shumta për punën e tyre gjatë trazirave të Marsit, në kohën kur kanë qenë vetëm informator për atë çfarë po ndodh në vend. Çfarë mendoni ju, a është dashur të ketë kritika e tillë ndaj mediave, a kanë kryer punën si duhet apo kanë dështuar mediat? Shikoni, ato na ndodhen disi që thonë si raja për skthjellti apo si të kishin ardhur si të kishin pikur nga qielli. Fillon në një mënyrë spontane, siç e dini e tjera, por natyrisht edhe mediat janë involvuar drejt për drejt. Tash mund të ketë pak kritik, por ne të gjithë ishim pa përgatitur. Edhe ishte një përzierje e kompetencave. Nuk dinte askush si të veproj. Prandaj një mësim që kemi nxjerrë do të thotë për këtyre ngjarjeve që duhet ta nxjerrim ne edhe UNMIK-u, ndërsa KFOR-i ka qenë nivelin e detyrës vet, sepse KFOR-i ban sigurinë e përgjithshme, në jetën civile është më pak edhe nuk është involvuar, pra ka kaluar atë fazë. Dhe ne duhet natyrisht mediumet duhet kenë një kujdes, por ishin ngjarje që rrjedhen shumë shpejt
dhe për fat të mirë i ndalem shumë shpejt. Prandaj tash mund të ketë mendime të ndryshme, por mediumet e kryjnë punën e vet. Mirë, pas trazirave, Kosovën disa herë rresht për disa ditë vizitoi ambasadori norvegjez dërguar i posaçëm i zotit Tanan Kajaide. Cilat sipas jush janë apo ishin efektet e raportit të zotit Aide, i cili ishte mjaft kritik për punën e UNMIK-ut? Po, unë e vlerësoj shumë pozitiv atë raport dhe zoti Aide, pra ambasadori, ka paraqitur një skicë të hapave që duhet të bëhen dhe që kemi nisur pak a shumë në format të ndryshme të zbatojmë në Kosovë dhe janë pozitive, mendoj se është një raport që i ka vënë gjërat në lëvizje në Kosovë dhe është mjaft pozitiv. Dhe po ashtu ambasadori Aide është një njohës i mirë i gjendjes së Kosovës prej vitesh të tëra. Pas trazirave të marsit, administratori Holkeri u largua nga posti i tij. Atë e zëvendësoi Soren Jesen Petersen. Mua më intereson mendimi juaj personal, më shumë ndoshta edhe privat. Çfarë mendoni për shefin aktual të UNMIK-ut? Po, edhe mendim zyrtar edhe privat, me ardhen e zotit Petersen, shumë gjëra kanë lëvizur, është një gjallëri më e madhe, është një aktivizim më i madh dhe po zhduket ajo zbrastia mes të institucioneve të Kosovës edhe UNMIK-ut dhe kemi një partneritet shumë më të mirë dhe më efektiv. Ju e vërejtet edhe tash gjatë zgjedhjeve, gjatë konstituimit, zoti Petersen ka luajtur një rol të mbikëqyrësit, të këshilldanësit dhe nuk është involvuar shumë, pra na ka lënë të ecim në kamp tona dhe doli mirë dhe ishim mjaft efikas. Çfarë mendoni për raportin e zotit Jesen Petersen në Këshillin e Sigurimit? A paraqiti gjendjen reale në Kosovë? Po, paraqiti gjendjen reale, ishte një vlerësim teknik dhe hera e parë që vlerësoi progresin në Kosovë. Pra edhe në atë nivel të vlerësimit teknik të çështjeve të progresit në Kosovë. Zoti President, dëshiroj të kalojmë në një temë tjetër, bashkëpunimi me vendet fqinje. Kjo është një radhë si pjesë e projektit të standardeve. Si do t'i përshkruanit ju marrëdhëniet e Kosovës me fqinjet? Po, me Shqipërinë janë të mira, thellohen gjithnjë më shumë, gjitha fushat, pra edhe në ekonomi tjera, dhe unë atë që insistoj vazhdimisht dhe kemi punuar tash edhe Shqipëria dhe ne që ta fillojmë autostradën, ta kryjmë në Durrës-Prishtinë, apo Prishtinë-Durrës, që do t'jetë më rëndësi vitale për Kosovën edhe për Shqipërinë edhe për gjithë shqiptarët në këtë pjesë të Europës e të botës. Ndërsa me Maqedoninë ka shenja pozitive në ngritje sipër, marrëdhëniet, atje është një tim më mirë tash e integrimit të shqiptarëve në institucione, në qeverisje. Me Malin e Zi, siç e dini, kemi marrëdhënie të mira kështu qarkullimit në ekonomi e tjera. Ndërsa problemi është me Serbinë, ju e dini, e thamë më parë se ata kanë pretendime pikpamje të ndryshme, ende nuk i njohin as gjërat elementare rreth Kosovës edhe në Kosovë, por shpresoj se me njohjen e drejt për drejt pavarësisë së Kosovës edhe ata do ta njihnin këtë fakt, këtë çështje, pra pavarësinë edhe fqinjet tjera dhe do të kishin marrëdhënie shumë më të mira dhe do të normalizoheshin shumë më shpejt marrëdhëniet. Edhe do të ishte një efekt pozitiv në gjithë këtë pjesë të Europës e të botës. Duke pasur parasysh them ashtu raportet apo marrëdhëniet aktuale diplomatike midis Kosovës, Serbisë dhe Malit të Zi, a janë në gjendje institucionet e Kosovës që të ndikojnë përmirësimin e jetës, kushteve të jetës të shqiptarëve të cilët jetojnë në luginën e Preshevës dhe në Mal të Zi? Po, me njohjen e pavarësisë ne do të kishim shumë më shumë ndikim. Por edhe në këto rrethana, ne bëjmë përpjekje ose të përkujtojmë bashkësinë ndërkombëtare. Në Preshevë, mbas qetësimit të situatës, ka pasur disa hapa pozitiv, por përsëri ka ngecje atje. Dhe siç e dini, këto ditë tentojnë të bëjnë një bazë atje që do të ushtarake, po. Ushtarake që do të jetë diçka si provokim për ne dhe për Maqedoninë dhe natyrisht edhe Serbia, nëse dëshiron aspiron nga integrimet evropiane, euroatlantike, duhet i pranoj ato norma dhe të mos bëj provokime ushtarake. Prandaj ne do të ndihmojmë dhe përpiqemi që ndihmojmë
Po ashtu në Malzi ka dhe atje një progres, natyrisht janë problemet e zhvillimit edhe të integrimit në institucione, nuk janë problemet e ignorimit të shqiptarëve atje, por do të kujdesem edhe atje gjithsesi. Zoti President, ju personalisht keni thënë disa herë se Kosova duhet patjetër të ketë zyrat përfaqësitë apo ambasadat e veta nëpër qendrat ndërkombëtare të vendimarrjes. A mund të presim se kjo do të ndodhë gjatë vitit 2005 apo edhe kjo është shumë ngushtë e lidhur me statusin përfundimtar? Po është e lidhur me pavarësinë, me çështjen e pavarësisë. Ne do të bëjmë përpjekje me zotin Petersen, që unë kam edhe në bazë të kompetencave kushtetuese duhet të jem koordinim dhe në bashkëpunim me përfaqësuesin special, të hapim disa zyra kryesore në Evropë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse është shumë e domosdoshme. Mirë, ne këtu mund të themi me mënyrë figurative, kem krejt botën këtu, por ne nuk jemi prezent në Europë, në Shtetet Bashkuara të Amerikës, zyrat tona do të japnin informacione zyrtare, kështu jemi në mëshirën e informatave, gjysmë informatave, të njerëzve, të mediumeve që vinë e shkojnë, dhe do të kishte një stabilitet, po ashtu dhe do të ndihmon dhe zhvillimin ekonomik, që t'i bindim investitorët, njerëzit. Pra do të provojmë të kemi një formë të përfaqësimit diplomatik jashtë, një formë tjetër, si që dini, pa ta provuar para 2 vjetësh me senatorin Doll, si ambasador Neri, ne do të kemi edhe në të ardhmen. Pra dhe kur t'i kemë ambasadat, por duhet bëjmë diçka edhe në këtë ndërkohë që të mos ngecim në këtë plan. Zoti President, edhe shpresoj do të gjejmë mirë kuptim të zoti Petersen dhe të unë miku. Këtë intervistë fund vitit kisha dashur që ta përmbyllim me një parashikim tuaj. Na do të jetë viti 2005, viti njohjes formalit pavarësisë Kosovës. Unë insistoj përsëri, po them, të njihet sot apo nesër, sa më shpejt, edhe një njohje drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Unioni Evropian, ndërsa rruga ndërkombëtare që është parapat që të plotësohet progresin Kosovë, normat që i kemi arritur, edhe pastaj të bisedohet. Unë shpresoj edhe kjo do të jetë viti i pavarësisë, por unë insistoj edhe punoj që sa më shpejt të kemi këtë njohje të drejt për drejt, edhe vullneti politik i popullit Kosovës është një Kosovë e pavarur, paqësore, tolerante, integruar në Bashkimin Evropian, në NATO dhe në miqësi permanente me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse është vendi ndër vendet më të rëndësishme që na kanë ndihmuar, edhe që është interesuar për ne, kur shumë pak është ditë për ne, dhe është një miqësi tradicionale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe gjithsesi kjo të bëhet sa më shpejt, aq më mirë, do të qetësohej kjo pjesë e Evropës, kjo pjesë e botës, dhe do të qetësohej populli i Kosovës dhe gjithë qytetarët e vendit tonë të dashur. Zoti President, faleminderit që gjetët kohën dhe ishit mysafir e emisionit Sy më Sy. Ju faleminderit edhe urime për Krishtlindje, për vitin e ri dhe gëzuar, ju faleminderit. Edhe ju urime. Faleminderit.